Ashtu siç përcaktohet me rregullorën numër 01/2026, së pari fillojmë me procesin e zgjedhjes së kryesuesit të Këshillit Prokurorar të Kosovës. Duke qenë se kemi 2 kandidatë për këtë pozitë, bazuar në rinin 6 paragrafin 4 të rregullorës numër 01/2026, për zgjedhjen e kryesuesit dhe zëvendëskryesuesit të Këshillit Prokurorar të Kosovës, votimi do të jetë i fshehtë. Andaj, me njëherë kalojmë në procesin e votimit. Ftoj Atëherë, ftoj anëtarën e Këshillit sipas renditjes alfabetike për votim sipas radhës dhe siç dihet kryesuesi i takimit të voton i fundit. Sipas radhës është Arian Gashi. Tash sipas radhës voton Dardan Vunici. Tani, sipas radhës, Elza Bajrami. Gjithashtu sipas radhës tani Koron Milot Krasniq. Sipas radhës, Visar Krasniq. Dhe i fundit, sipas radhës, gjithsesi voton i fundit kryesuesi Agran Çolli. Tani, me që u kry procesi i votimit nga gjithë anëtarët e Këshillit, ftojmë administratën që të bëjnë numërimin e votave
Arjan Gashi. Arjan Gashi. Milot Krasniqi. Arjan Gashi. Milot Krasniqi. Arjan Gashi. Nderuar, pas procesit votimit dhe numërimit votave, konstatoj se me 4 vota për, me 4 vota për, zoti Arjan Gashi zgjedhët kryesues i Këshillit Prokuroral të Kosovës. Këtu kishim 2 vota për zotin Milot Krasniqi. Që tha flet votimet janë të rregullta. Nuk ka një patologjie të efektive. Ashtu që konstatojmë se edhe një herë se zoti Arjan Gashi zgjidhet kryesues i Këshillit Prokuroral të Kosovës. Unim me zotin Gashi. Mandati i zotit Arjan Gashi fillon nga data 13 mars 2026 dhe zgjat deri në përfundim të mandatit si antar i Këshillit. Me qenë se u zgjodh kryesuesi i Këshillit Prokuroral të Kosovës, atëherë ja kalojmë me rendin e udhëheqjes së vazhdimit të pikave të tjera të rendit të ditës, domethënë kryesuesit të Këshillit Prokuroral të Kosovës, zotit Arjan Gashi. Zini rendin dhe urime. Më lejoni që fillimisht të shpreh mirënjohjen time të thellë për besimin që më keni dhënë duke më zgjedhur në pozitën e kryesuesit të Këshillit Prokuroral të Kosovës. Ky besim për mua përfaqëson një përgjegjësi të madhe dhe një angazhim të veçantë për të ushtruar këtë detyrë me përkushtim. Zotohem që detyrën të cilën ma keni besuar do ta ushtroj me pashmëri, transparencë dhe profesionalizëm, duke respektuar çdo herë kushtetutën dhe legislacionin e fuqinë të Republikës së Kosovës. Angazhimi im do të jetë i vazhdueshëm për forcimin e integritetit, llogaridhënies, pavarësisë dhe efikasitetit të sistemit prokuroral. Arritja këtyre objektivave në të mirë të sistemit prokuroral kërkon angazhim maksimal, e cilën angazhim do të realizojmë së bashku me bashkëpunim të mirëfill, kolegial dhe frytëdhënës. Andaj para se të filloj me vazhdimin e pikave të parapara me këtë takim, duke qenë se unë me vendim të kokët i Këshillit jam zgjedhur kryetari i komisionit për çështje normative dhe sot nga ju jam zgjedhur po ashtu edhe kryesuesi i Këshillit Prokuroral të Kosovës, paraqes tërheqjen time nga pozita e kryetarit të këtij komisioni, pra nga komisioni për çështje normative, sepse njëkohësisht nuk mund të ushtroj këto 2 pozita. Prandaj një propozim të tillë e hedh do të thotë në votim, në mënyrë që pastaj në takimet e radhës kjo do të jetë një çështje që do trajtohet në Këshill për të zëvendësuar pozita e kryetarit të komisionit sikurse edhe anëtarëve, sepse edhe 2 anëtarët që janë pjesë e këtij komisioni tani do janë me domethënë mandat të skaduar. Andaj kush është për do të thotë miratimin e tërheqjes time nga pozita e kryetarit të komisionit për çështje normative. Mirë, atëherë kundër s'ka, abstenim nuk ka. Miratohet pra me 6 vota për, kundër asnjë, abstenim asnjë,
Dorëheqja ime nga pozita e kryetarit të Komisionit për Çështje Normative, e cila pozitë pra do të plotësohet në takimet e radhës që do t'i mbajë Këshilli Prokuror, e që natyrisht është një nga çështje urgjente që do trajtohet.